Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na erdhe. Unë quhem Gabi Notregja, për ndryshe jam prezantuesi dhe investori i Motreg. Mirë se na erdhe në zyrën tonë. Faleminderit shumë. Tu jemi shumë persona që punojmë në këtë zyre. Shpresoj dhe besoj. Jeni për një kafe, Gjuta? Jo, faleminderit. Po për një pije? Jo, këtë rregull, faleminderit. Relaksoni, dijuni si në shtëpinë tuaj, sepse unë besoj që kemi shumë çka për t'ju prezantuar. Po. Si jeni, si kaloni? Si kalon rrugën? Krejt mirë, faleminderit. Ju erdhën nga diaspora? Nga cili vend? Nga Zvicra, Zürich. Si janë familja? Mirë, faleminderit. Vet? Me punë, me hallet, me dertë, me shëndet? Krejt mirë. Mirë shumë. Shikoni, ne jemi një firmë, domethënë një firmë e re, e cila mendojmë dhe besojmë që do të jemi më e fuqishme në Kosovë, e posaçërisht në Prishtinë, edhe më gjerë. Prezantojmë prej tokave, do të thotë tokë malore, me klasë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por edhe tokë bujqësore. Sigurisht që ato janë tokat të cilën nëse doni ju shtëpi me bo vetë, duke pasur parasysh të merrni në komunë leje dhe gjithmonë me planin zhvillimor, planin me një arkitekt. Kjo është e para. Nëse doni që pasi ju keni kohën shumë të shkurtër, jetoni në diasporë, sigurisht që ju 3 deri 5 javë nuk keni pushim më shumë, dhe unë besoj që ju keni dëshirë banesë apo shtëpi. Ja, banesë. Dëshira ime është një banesë në katin e 8, me jacuzzi. Me jacuzzi, sepse duke parasysh se për cilë në Big Brother, a e jacuzzi në Big Brother, edhe të lojat në Big Brother me kanë pëlqyer shumë, dhe dëshira ime në katin e 8 një jacuzzi, dhe normal një farë sigurie se ka të parti muzika, edhe do t'i thirri do shokë. Do thotë, ne i kemi një dërtesë, e cila është filluar që tani, besoj dhe shpresoj që nëse donë Zoti, që në vitin 2027 në maj, do të përfundon. Dhe sigurisht që 8 katëshe. Ashtu në kanë dhënë domethënë leje komuna e Prishtinës dhe domethënë përqimin për të nisur dhe jemi në proces domethënë nuk them përfundimtar, po e kemi arritur deri katën e 3 dhe besoj që 2027 në muajin maj sigurisht edhe çka është me rëndësi që pasi ju diaspora keni pushim gjithmonë korrik dhe gusht, dhe ne kemi mundësi që i Motreg që t'ju bëjmë me një kompani tonë të cilin kemi bashkëpunim edhe mobile, sigurisht gjithmonë dakordim të kemi me ju. Më thënë që ju kur të vini, kur të vish ti, më thënë drejt për drejt, me njerë banim nuk e nevoj me upë kohë, me ble gjërat mobile, shtu që. Banesa, kjo që kemi katën e 8, është 120 metra katror. Ka 4 loma, ka 2 banjo, ka kuzhinën, po do më thënë sigurisht që nuk është e mobiluar. Do më thënë me balkon jashtë në që kem gjithë Prishtinë. Gjithmonë pomje, ka deti nuk e kemi, po ka qyteti. Po detin e kam jacuzzi. Po sigurisht, edhe qka është me rëndësi, që betoni është bërë betoni gjallë, nuk ka me monta, edhe është shumë e fortë, edhe nuk ka shanse, dhe më thonë, me lishu, apo me pas personi nërteje, me pas do një problem nëse është jacuzzi. Jacuzzi nuk është e para pam, por pasi ju si klient, ne jemi për ju dhe gjithmonë do t'jemi për gjithë klientët tjerë, cilë kemi mundësi dhe të bëjmë edhe këtë. E di që arkitekti jonë është i përsosur, është i mirë dhe besoj që do të bën një mundësi dhe do t'ju dërgon për mes emailit dakordimin e juaj në cilën vend të banesës për me fokusu jacuzzi. Tani, pjesën e sigurisë lut na trego më shkurt dhe të garantijës. Okej, domethënë shtëpia, banesa është bërë me laminat. Me mundësi domethënë banjo dhe laminat. Nëse doni ju me fut laminatin e juaj ose parket, ne mund për shembull mund të heqim para. Nëse është metra katrore 10 euro për shembull laminat, ato për shumës totale mund t'i heqim që t'i vësh ti, ndoshta ke dëshirë diçka më ekstra. Edhe në banjë, domethënë keramika, mund të dakordohemi, nëse kushton për shembull ajo keramika 1000 euro, mund që ti tonë diçka më ekstra, mund t'i heqim në shumën e totalit sa është banesa. Banesa është metra katrore, normalisht pasi Prishtina ju duhet me ditë që tash është shtrejtuar çdo çka, edhe banesa është 1200 euro metra katrore,
nëse ju pagoni 50% me njerë. E nëse pagoni total me njerë, është sigurisht që mund të gjithim të bëjmë një marrëveshje që është ma lirë. Ma lirë, normal. Sigurisht sepse gjithmonë bëhet... Edhe ty del ma mirë. Kompanisë time, jo, sepse unë jam punëtor. Duke pasur parasysh që ne kemi bashkëpunime me disa bankat Kosovës, marrëveshjen, dhe mund të bëni edhe me pagesa me banka. Por fillimi ne fillojmë me 30% para pagim dhe me kontrat interne, po ashtu dhe me avokat ose me noter që ju mund të merrni edhe kredit, ato ne krymë ato punë. Banesa ka gjithmonë sigurim, 3 vjet, gjithçka çka prishet. Nga që ne kemi punuar ne keq, apo do një gabim nga ata kontraktues që punojnë, gjithmonë ne përgjigjemi. Pastaj, pas 3 vitet, sigurisht që mos harrojmë që ndërtesa jon ka edhe një sigurim, cilën kemi bërë me një kompani sigurimit Kosovës, gjithçka çka prishet, edhe gjithçka, domethënë është një franshizë deri 2000 euro për shembull ose deri 1000, pagon ti e merr përsi. Shka është më shumë merr kompania e sigurimit, gjithmonë nëse vjen diçka nga tërmeti, nga rreshqitja e tokës, apo diçka jashtëzakonshme, po nëse bën ti... Do më thonë që se bajnë e pagesën 100%, do më thonë... Ta shkojmë të pagesa, javash... Gjakuzin bjerë fales, apo? Fajnë, ta shkojmë javash. E para punës është që ne kemi kualitet shumë të lartë. Po, ata kam pa. Edhe qka është me rëndësi që aty dërtesa këtë që doni ju, është private dhe nuk mund të hinë dikush tjetër. Përpos ata që jenë banorë ose posta që e kanë gjithmonë një begj ose bagj ose një qisë. Vetëm banorë që banojnë, e parë. E dyta ka lift, lifti është lifti për 4 persona, po është lifti edhe për më shumë persona, sepse duke pasur parasysh që mobile janë shumë të mëdhej dhe nuk mundet njeriu me qenë në katën e 8. Këto sepse është gjëra të rënda. Tani, gjithçka është bërë me cilësi shumë të lartë. Edhe duke pasur parasysh që kompania jonë ka arkitekt, ka inxhinier të përsosur, me një provojë jashtëzakonshme që kanë punuar në Zvicër dhe Gjermani dhe në Kosovë, kanë bërë një provojë shumë të madhe, edhe kemi me licencë, domethënë, edhe gjithçka është garantuar që fëmijët e tanë që mos me pas as në vllaga, as mos me pas ndonjë mik, as apo diçka, sepse duke pasur parasysh që nëse ka mik, është kancerogjene ata që flajnë në dhomë ose në sallon. Tani, do të thotë, çka është me rëndësi shumë e rëndësishme. Ndërtesa jonë, përpos që ne e dim që në Kosovë është shtrejtuar shumë çmimi i rrymës, po ne e kemi në ndërtesën tonë, në fund të katit, domethënë që është një pjesa që është kulmi komplet, e kemi pas parasysh që me arkitektin që do t'i vë pllakat, të cilën do të furnizohemi edhe për rrymë, domethënë edhe tash normalisht këtë kjo ndërtesa do të ketë shumë pak, më shumë do të jetë me dritë, domethënë prej diellit, të cilën do të furnizohemi ashtu, më shumë do t'i shpjegon po ashtu dhe arkitekti im momentin që ju do të bëni kontratën, edhe do të thotë çka është e rëndësishme që rryma do të jetë shumë pak me pagu sepse do të furnizohemi me pllaka që kemi vendosur, do më thonë më përdor gjakuzin brami për brami. Edhe diçka tjetër që para se marrë të çmimi, do të ketë një pagesë për gjithë, domethënë 50 euro mujore. Çka është aty? Për mirëmbajtje. Për mirëmbajtje do të ketë për mirëmbajtje për lift, për rrymë mos mundal. Edhe kemi vendosur në parking një agregat shumë i madh, domethënë agregat shumë i madh që nuk bën zhurmë, nëse rastësisht ndalet, sigurisht që ju e dini që në Kosovë kemi shumë probleme me rrymë, edhe nëse ndalet rryma, të ndërtesa jonë nuk ndalet kurrë, sepse duke pasur parasysh që kemi fëmijë, edhe mund të mbesin në lift që mos të kemi pasojat. E tani, çmimi, patjetër. Çmimi të thash është 1200 euro nëse ju pagoni 50% me njerë. 1200 euro do më thonë? Metra katror. Ju keni kërkuar banesën 120 metra, po. Nëse pagoni me njerë 50% që i bjen 60.000 euro, sigurisht me banka, ne nuk punojmë diçka me të zezën apo ku di unë, do më thonë gjithmonë përmes bankës. Faleminderit. Respekt. Faleminderit.
A u krya? Po. Ku. S'kate. Na? Shumë mirë është. Shumë mirë, pse? O s'gate, pak më shkurt në shtë. Jo, mirë është. Shumë mirë është.